për ta çuar në linjat e dura, ne harxojmë energji të kota, po kështu e mendoj unë, po jam i bindur që e mendojnë 10 mijëra demokratë të tjerë. Kështu që ne duhet të transmetojmë pika parë seriozitet. Në momentin që ne transmetojmë seriozitet demokratëve, do krijohet një lloj fryme tjetër që do angazhoj demokratët në fushat, por për më tepër do afroj dhe shumë elektorat gri për cilin ne kemi shumë nevojë që të afrohem. Mbi gjitha shumë intelektual. Patës fiton do të zgjedhet asnjëra nga partitë. Dhe një nga gabimet, nga gafat më të mëdha që kemi bërë si në 2021 dhe në 2025 është që ne nuk kemi hapur listat për figura, po themi, qytetare. Po të marr një rast konkret, bëm 2 vjet luftën e teatrit për shëmbjen e teatrit, bëm dhe nuk futëm një person një nga ata në listë. To janë njerëz betejave të kauzave. Në listë fitueset kudo në gjithë Shqipërinë. Doja të ngrija edhe një... Ishte kauza që të mbajti opozitën në këmbë, që kishte dalë nga pushteti lokal, që kishte dalë nga parlament. Ishte kauza që të mbajti opozitën gjallë. Në rastin të votonin parlament si avokat e popullit, paktën t'i bonin ato qokë, t'i vinin firmon, edhe si avun. Ardiana Kalas? Po, e vërtetësh, e vërtetësh. Gjithsesi është probleme, prapë Ardiana Kalaja, me që po diskuton, Zonja Kalaja po përballet me një kërkesë, unë kam shumë respekt për të. Kjo kërkesa është dokumenti që ka dorëzuar zoti Boshko dhe zoti Burgia me gjitha shkeljet që janë bërë tek përjashtimi i 2 elementeve. Është apelimi dhe ai do shkojë tek Zonja Kalaja. Zonja Kalaja do të regojë tani nëse meriton vërtet që të bëja avokati popullit apo jo, se nëse ka drejtësi, ajo do ta hedhë poshtë atë vendim. Nëse ka drejtësi. Nëse ajo nuk është thjesht një person që një noter brenda Partisë Demokratike, ky është momenti që duhet të regojë. Kështu që unë momentalisht kam shumë respekt dhe shpresoj që ajo të drejtohet nga parimet e të vërtetës dhe jo nga interesat momentale brenda forcës politike. Ergyst, analiza jote, se jemi dhe minutat e fundit. Kur nisi foltore, unë kam shkruar në atë kohë që nëse kjo frymë që Berisha po mbjell do fitoj, Partia Demokratike do përfundoj në fundamentalizëm. Dhe fundamentalizmi nuk mund të jetë kur fitues. Do sjell të kurrje pas të kurrjeve, do sjell probleme gjithmonë më të mëdha me të vërtetë dhe me realitetin, dhe do çoj partinë në një bunkerizim ku do ngelet një grusht i vetëm që luftoj kundër gjithë botës. Pra gjithë bota do konsiderohet armik dhe këta do jenë në bunker duke luftuar. Qose ma me një film me ushtar japonez që luftonte Jankit mbas 50 vjetësh. Japonia dhe Amerika ishin bërë miq. Domethënë, këtu do përfundoj kjo sepse është logjike. Sot problemi po do mendojmë, përmbi gjithë tjerat është problem psikik, problem psikologjik. Njerëzit, më shumë se Berisha, vetë njerëzit e Berishës kanë problem thelpsor me të vërtetën, me realitetin. Pra çfarë ndodh? Kur ti përballesh me realitetin, realiteti vjen i ashpër turinëve, ti fillon dhe hyn në një proces nihilimi. Ti e mohon realitetin. Thuar nuk është ky. Kjo është iluzion, kjo është fars, kjo është gënjeshtër, e vërteta është kjo që kam unë. Dhe sa më shumë ti zhytesh tek ajo bunkeri jot psikologjik, aq më i hidhur është realiteti jashtë, aq më kontrast ke ti me të vërtetën, dhe aq më shumë nihilimi jot bëhet i madh. Dhe ti as nuk do ta dëgjosh më të vërtetën të thuhet. Dhe brenda kësaj partie ka një problem të madh. Armiku kryesor kush është? Ai që thot vërtetën. Nuk ka armik as Ramën, as njëri, as problemi i PD-s tashmë është vetvetja. Ai që thot vërtetën atë parti, ai na prish neve gjithë konstruksionin që kemi ndërtuar mbi realitetin, mbi të vërtetën. Dhe ai është armiku i partisë. Prandaj këta do përjashtohen se nuk ka logjik tjetër, po hyrë në fundamentalizëm, në sektarizëm, në një lloj, pra ky është një lloj themi një lloj kulti i cili në thelb nuk pranon asgjë tjetër përveç homogenizimit ekstrem të vetvetes. Pra këto që thoni ju për elektorat gri, për njerëz të rinj, intelektual, këto janë vërtet e kërcënojnë trupin e PD-s. Është në fakt e shërojnë trupin e PD-s me të vërtetë. Praktikisht, po trupin e berishizmit, pra mënyrën se si bëhet politikë në atë parti. Dhe këtu ka 2 gjëra, o duhet shkatërrohet kjo që është ndërtuar, të ribëhet nga fillimi në një frymë krejt tjetër, një konceptim krejt tjetër, ose kjo pastaj do vazhdojë në rrugicën qore ku ka hyrë gjithmonë më thellë dhe gjithmonë më shumë në ngushticë. Nuk ka ku të shkojë tjetër. Sepse kjo prodhon, për kjo do prodhoj paranojë, nuk ka ku të shkojë. Pra, unë kam qenë dhe tek protestat e teatrit, themi, dhe duke luftuar se sa më shumë radikalizohet një gjë, pra lufta e përditshme me Edi Ramën, qendresa lodhse, fillon bëhet raskapitse. Dhe ti fillon humbet durimin. Dhe grupi në vetvete fillon bëhet përjashtues.
Dhe fillon shef kush po na trahton, kush po na e fut, kush po dhe fillon të duket gjithë si armiq. Është psikologji turme kjo. Dhe triumfon ai kush pra brenda vet grupit, ai që thot gjën më radikale, më ekstreme, ai shihet se më i devotshëm, më i rëndësishëm dhe më pra si më i vërtet në kauzën e vet. Ai që përpiqet të jetë i arsyeshëm, ai përjashtohet sepse ky po na prish atë këmbgulën apo qendresën tonë. Unitetin gjitha. Dhe kjo pastaj çon tek ne kemi vuajtur 50 vjet këtë lloj psikike, këtë Unitetin Parti Popull, dhe kemi vuajtur. Ne pastaj kemi filluar, ne jemi kështjellën pamposhtur, gjithë bota është kundër nesh dhe se na duan të na marrin ne të mirat që kemi prodhuar dhe komunizmin e vërtet. Dhe po të shive pastaj, këtu kushdo që ku diu dëgjonte në muzikë italiane, konsiderohej armiq si i shtyr nga tuajt dhe paranoja fillon dhe gjen armikun deri në kush ka lexuar pastaj Fermën e Kafshëve ka të qartë që kushdo që thot një të vërtetë shumë thjesht, për shembull ka patate në dyqan, është duke shërbyer imperializmit dhe tuaj. Po, dhe shkoi 14 vjet burg. Kjo po ndodh PD dhe kjo është rrezikshme parti dhe kjo parti kështu siç është rrezikon të degradojë në nivel të frikshëm. Këtë e mban vetëm një gjë sot, se do kishte degraduar me kohë. Bashkëpunimi që ka me Edi Ramën. Në thelb Edi Rama po e mban atë parti ashtu. Pra, domethënë Sali Berisha në parti e ka mbështetur Edi Rama që të vi, se ju thoni gjykata, dhe ato gjykata, unë mendoj që mendimin e Ramës e morën dhe ja dhanë dhe vulën dhe të gjitha. Këtu nuk kemi dakord. Dhe sot kemi bërë 2 vjet luftë për këtë pjesë edhe po ja do ta shikoni. Ajo që e vërtet kjo nuk zgjaste 2 vjet luftë. Ai statut që keni çuar, në gjykata më thjeshta, ç'është brenda gjysmëore thot ikën. S'duhet kandidoj Berisha, se nuk ka sens. Nuk ka sens. Dhe shive do ta zvarrisin, do ta lënë Berishën aty. Sepse i duhet Edi Ramës Berisha. Se këtë kisha pyetje për Andonin. Po ti duhet Saliani ka thënë që nuk e çon. Sepse nuk e çon në një konflikt juridik Partinë Demokratike, çfarë do jepte Ramës një tjetër, domethënë avanazh. Ço do japi? Po kjo është pa sens. Ore Ramës e Berisha, jetë gjatësi në Ramës e vetëm Berisha. Nuk do që të ripërsëritet konflikti që ne me zore zgjidhëm para 2 vite. Po mirë, vetë përjashtoni atë. Kjo është vetë përjashtim. Se ky Saliu doktori ka drejtë kur thotë vetë përjashtim. Ky është vetë përjashtim. Unë besoj ky është vetë përjashtim. Që ti thuash, që ti dorëzohesh pra vetë përjashtim pse? Se ikën vërtetë, se vërteta është aty përballë. E ke atë në 46, ti nuk duhet marrësh pjesë garë. Shikoj, vërteta. Ndodh ajo që tha Artioni, vjen një moment në jetë, sidomos kur je profesionist i formuar, që dhe ke ardhur në atë forcë politike për të kontribuar as për ta mjel, as për ta vjel, vjen një moment një jetë që thua, zotri, mbeç me shëndet, mbaje, koltukun, derisa të kesh jetë, zotit dhon ty mërë themin në Elbasan. E në Tiranë, i loj. Dhe nga këtë moment, unë shkoj dhe shikoj jetën time, profesionin tim, familjen time, ato që kam lënë 10 vite rresht për të ardhur dhe për të ndjekur kauza. Një të vërtet të jashtëzakonshme dhe e tha në mënyrë të sinqertë. Po nuk mjafton, duhet diçka të tjerë. Nuk ka rëndësi. Rëndësi ka mesazhin e ata doktorë. Nuk na e dha, ne e dim, ne jemi të qartë Ergys për çfarë po ndodh, shumica e publikut është e qartë, edhe Doris është e qartë. Po fjala që tha Artioni në emër të moshës që ka, në emër të moshës që ka, jo në emër gjëje tjetër, dhe në moshës i tha një mesazh doktorit, që në fund fare askush nuk është i përjetshëm. Paktën na lej një PD, ne tjerëve, një PD ashtu që gjete. Këto pastaj është të ndërgjegjja e doktorit. Këto aty nuk hym dot. Doris, faleminderit shumë që kënaqësi, faleminderit Ergys, faleminderit Andon, faleminderit shumë Artioni që kënaqësi të isha sonë në program. Ristor kthehet nesër në orën 8. Deri atëherë nga Sokrat Balla, natë mirë.